kur ju ka dasht për një marrëveshje politike me bon një kryetar kuvendi ose një qeveri aktuale, zoti Lima dhe zoti Kurti janë taku brenda natës. Ndërsa qytetarët e Malishevës janë penalizuar. 43.888 banorë në Malishevë janë pa ujë, e janë pa rrymë e pa kanalizim. Unë vetëm e pyeta, pse nuk ka investime nga niveli qendror në tranzit, në ujësjellës dhe në rrymë, as nga niveli qendror, as nga niveli lokal për 5 vite. Kaq. Mirë, po don. Sonja Xhara? A ke replik veçoj dorën se s'po di kur ke. Valen Hoti. Kundër replik, un kam vendim gjykate këtu, një banor i lokal aty i cili është ankuar në gjykatë dhe për bllokim të tranzitit ka mas të përkohshme nga gjykata. Ju lutem, regjia mund t'ja jepni edhe zonës Xhara ta lexoj vendimin dhe kjo është e vërteta. Ato që thot zotri Hoti janë fjalë të qarshis dhe unë s'dua ta ndërtoj debatin aty. Jap llogari nëse unë dhe dikush i afërm i imi ka vetëm një objekt pa leje dikon të ndërtuar ose ka bllokuar këtë proces. Mandej, arsyeja pse tranziti nuk ka ecur është edhe ky lloj shpronësimi kur Enver Hoti ka qenë pjesë e qeverisë, nga 7 euro gjys ka shkuar në 800. Pra 100 fishim i çmimit për zonën ekonomike. Enver Hoti, Kam qenë asnjëherë qeverinë kum punuar legislativ. Dihet ajo, edhe nivel qendror dhe nivel lokal. Nuk kam pas asnjë gisht aty dhe mirë po dëgjoni këtu nuk do ta bëja temë aty. Unë do të bëj temë pse qeveria lokale dhe qendrore, kur kanë pas pushtete absolute, i kanë lënë qytetarët pa projekte kapitale. Këtu që janë jetike për qytetarët e Malishevës. Këta duhet të përgjigjen njëri me tjetrin, ndërsa kur ju ka dasht për një marrëveshje politike me bon një kryetar kuvendi ose një qeveri aktuale, zoti Lima dhe zoti Kurti janë taku brenda natës. Ndërsa qytetarët e Malishevës janë penalizuar për inontet e tyre 5 vite radhazi. Sonja Xhara, ju lutem. Prej që ka arë nisma në pushtet bashkë me Enver Hotin, në Kosovë ka qeverisur Hashim Thaçi me PDK-n, Isa Mustafa me LDK-n, Ramush Haradinaj me AK-n, Abdullah Hoti me LDK-n dhe tani qeveris Albin Kurti, por këta asnjëherë s'kan arrit ta marrin ujin, sepse kanë qenë të paaft menaxhim, keq përdorus në financim. Po du me shku te Fatmiri Gëzimi që e kanë kërku fjalën. Fatmir. Realisht problemi i ujit të pishëm edhe gjitha këto shqetësime që po i ngrit Valoni janë plotësisht të drejta, por në kuptimin e asaj që ka pas mundësi Valoni edhe tash si deputet, por në kalumen si pjesë ekzekutive në qeverinë Kurti, është e pa pranueshme sot qytetarët Malishevës të kërkohet besim për shkak se për gjatë 3 viteve ka pasur mundësi në vazhdimsi të bien projekte e jo sot të fillojnë punë të komunikimit edhe për rrugë infrastrukturore, por edhe për ujë, edhe për çështjen e rrymës do duhet të përfundohen nga Valoni Hoti. Koha, Valon? Po, zonja Xhara, unë jam deputet, kam marrë 22.200 vota dhe puna e parë imja si deputet ka qenë komunikimi me Ministrinë e Ekonomisë, kam siguruar fizibilitetin përmes Ministrisë së Ekonomisë dhe Hidroregionit. Fizibiliteti ka filluar, pra është nënshkruar kontrata, kandidatët nuk kanë informacion, puna në teren po bëhet, sapo do të bëhet analiza, do të bëhet projekti dhe do të bëhet investimi. Unë jam garantuesi Albin Kurtin dhe qeverinë e kam prapa dhe këtu kam një dokument që po ashtu mund të ajap që Komuna Malishevës ka refuzuar ta bëjë studimin e fizibilitetit për ndërtimin e ujësjellësit në Malishevë. Mund të afroj dokumentin. Ne të gjithë kemi informacionet të sakta. Pse për 3 vjet zoti Hoti si në ekzekutiv, nivel qendror nuk i ke implementuar këto kërkesat se të sot për i kishë shqetësime. Në anën tjetër, unë kom prit fare nuk do të jetë kandidat Valoni, për shkak se ka qenë njëri më i afërm i Luvunit dhe shqetësimet e tij Karshi Albinit do duhet me reflektu edhe të ky më distancu. U përgjigj këto, po du me një prej Gëzimit, po du me një. 2 replike, se këna kaloj rani 2-3 herë. E para, na nuk du të me leju debatin që me shku në vlera individualet se cilit, se kush e ka pengu procesin. Po, 43.888 banorë në Malishevë janë pa ujë, e janë pa rrymë e pa kanalizim. Problemi i rrymës është e vërtet që Malisheva për shkak të ngjecjeve të proceseve e ka dhënë veç një trull për në stacionin e rrymës edhe nuk ka bën investimi. Këto e din krejt Kosova. Do të më marrë përgjegjësi qeveria lokale. Nuk mundet më krenu qeveria qendrore se na tash e kemi dikan atje dhe mundna me investu se e kemi aran. Qytetarët e Malishevës s'kan as ujë as rrymë as kanalizim. Kjo është shumë e rëndësishme. Për ujin e pijes, projekti është i qartë, investimi mund bëhet edhe me mbështetjen e qeverisë qendrore, edhe me buxhetin komunal, por prioritetet e qeverisë komunale janë shku tjetër ka edhe ka dështu ky projekt në çdo fushat elektorale përmendet tash.